Mundi edhe një faleminderit. Unë të falenderoj. Edhe një listë tjetër për refugjatët dhe emigrantët. Çfarë po bëhet? Siç edhe një ligj tjetër, siç kemi thënë dhe për të cilë për bashkëtarët dhe nga ndihmën të ekranit të Albania TV, është ligji i katërt i radhës për një periudhë kohore 3 vjeçare. Ligj ka pasur është një ligj që vjen në kuadër të harmonizimit të politikave të Bashkimit Evropian, i cili i bashkëngjitet ligjit të votuar në muajin shkurt, i cili mbyll një cikël reformash dhe ligjesh në gjithë Bashkimin Evropian për masat ose për sa ndryshime politikave dhe masave shtrënguese ndaj emigrantëve të paligjshëm, por kryesisht ndaj refugjatëve. Me sa duket Europa tashmë po shkon në një klasë ndryshe, gjë e cila është bërë një problem shumë serioz për shoqëritë e Bashkimit Evropian. Në këtë kontekst edhe Greqia nuk ka qenë pas, e ka pasur plan të parë, i ka sjellë shumë shpejt në parlament këtë ligj, më ne shumë përmendën faktin që korrekun e 2025-s, gushtin 2025-s, shtatorin 2025-s dhe në shkurt 2025-s ka kaluar ligj qarkore dhe urdhësa të cilat më shumë e përforcojnë dhe ashpërsojnë politikën e migracionit dhe ligjet thon thjesht nga ligje administrative në ligje penale, nga një qytetar i pa rregull tashmë në emigrant të paligjshëm. Mundi në këto 34 ne kemi shumë ligje që nxjerrin, që dalin njëra pas tjetrës si kod emigracioni qarkore. Por në këto ligje, po të marrim negative ose pozitive, kush emigrant përfitojnë? Fatkeqësisht aktualisht askush nuk përfiton, dhe kjo askush është e prerë në kuptimin dhe që duket ndjojë ftohtë, sepse përderisa nuk fitojnë ata që kanë qenë pjesë në Greqi do presin 3 vjet apo 2 vjet gjysmë, apo edhe më tepër për të rinovuar lejen e trimit, çfarë mund pjesë ligjesh i jashtëligjshëm është pa rregull në Greqi apo dikush që ka ardhur origjinalisht. Pra, në këtë kontekst nuk ka ndonjë rrezik, ka shpërsim të politikave, ka një prerje shpresë të atyre që për arsye ndryshme ka qenë të pa rregull në Greqi. Në këtë kontekst edhe ligji i cili votua para pak ditë vetëm me votat e shumicës parlamentare, ku partitë e opozitës e abstenuan apo nuk votuan pro, madje patën një replik të fortë me ashpërsim politikave, ja thonë përmendim faktin që janë 3 elementë shumë kryesor. Aktualisht jepet e drejtë e plot policisë greke, e cila mund të procedojë në kohë rekord dhe të deportojë një aplikant, pra një emigrant të paligjshëm, një refugjat të paligjshëm, pa marrë parasysh vendimet kryesore. Ka një element dhe një zhvillim shumë të rëndësishëm kohët e fundit lidhur me apelimet e vendimet që ka marrë gjykata administrative greke me shumë qytetarë të vërtetë emigrantë apo refugjat, siç i quajnë tashmë të paligjshëm, një term i cili unë vazhdoj të them që nuk pajtohem me të përkundër është ofendues, është ksenofob, është racist, etc. Gjithsesi janë vendime pozitive për aplikantët, për qytetarët e vërtetë. Por fatkeqësisht këto vendime nuk merren parasysh nga autoritetet ligjore greke. Madje ata avancojnë duke i mbajtur në kampat e ekipit dhe nga aty pastaj i riadresojnë në vendet e origjinës. Dhe kjo është shumë intensive. Ka një shpërsim të politikave. Në këtë kontekst, them dy fjalë, nuk përfiton nga askush, përkundrazi, nëse i referohemi dhe deklarat të ministrit apo të kemi ka pasur kuptojnë shqiptar, ka thënë që nuk do të ketë leje të reja, nga shtatori e pas ka një mundësi për të parë diçka ndryshe, por për momentin ajo që është e padiskutueshme është fakti që ka ashpërsim të politikave, do të thotë ndalimi dhe verifikimi të personave të ngumbulluar të dhënat biometrike, identifikimin e tyre, dhe ajo është më absurde, nëse Greqia nuk ka kapacitetin për të menaxhuar gjithë fluks emigrantësh dhe refugjatësh tashmë, po negociohet me 3 vende të Afrikës ku këta refugjatë dhe emigrantë do të mbahen në këto kampe. Mundi të ndalemi pak te ligji i fundit. Duke marrë parasysh ligjit më pashme, ky ligj është më i ashpër? Është shumë i ashpër. Ky është ligji i shkurtit. Ky ligj është edhe më i ashpër sepse nuk le hapësirë, pra, ti marrim radhën shumë se nuk mendoj që bëjnë rrezik të fundit. Janë 4-5 që kanë marrë për më shumë për të shikuese. Ligji i fundit çfarë sjell dhe çfarë ofron? Siç e tha dhe vetë ministri në parlament dhe ka pohuar në mediat, Greqia ka marrë maksimumin e këtij që është ashpërcimi politikave ndaj emigrantëve dhe refugjatëve. Që do të thotë procedura të përshpejtuara fast track për riadresimin, rikthimin e tyre apo ndalimin e personave të cilët janë nga vendet dhe nuk posedojnë leje të rregullat të ndrimit. Shqyrtimi në kohë rekord të azileve.
mospranimi i kërkesave të azilit. Pra automatikisht ata persona që fshin në Greqi ose ndonë në Greqi dhe kërkojnë fitojnë statusin e azilantit, menjëherë u refuzojnë kërkesat dhe kalojnë në kamp, mbajnë në kampet e të ndërë, në kampet e siç njihen në Greqi apo siç i akuzojnë jashtë. Dhe një kohë shumë shkurtër ata riadresohen. Por duke qenë që ka një mbi popullim në kampe, siç ata thënë më herë, Greqia, Austria, Gjermania, Franca dhe Hollanda dhe disa të tjera po negociojnë me disa vende të treta që janë në Afrikë, ku do të ndërtojnë kampe për refugiatë, gjithë ata emigrantë refugiatë që ndodhen në Greqi dhe në vende, të cilët vendet e origjinës nuk i pranojnë si riadresim, do t'i dërgojnë në këto kampe. Pra është një rast ngjashëm ka aplikuar dhe OKSH-n, Italia me Shqipërinë. Nga ana tjetër, masat administrative dhe masat penale për këta qytetarë të pra emigrantë refugiatë të paligjshëm në Greqi janë shumë drastike dhe shumë të ashpra. Siç kemi thënë shpëtimit të dashur vërtetar në të kaluar rrezikon shumë. Ajo që ne rekomandojmë dhe ajo që unë do rekomandoj gjithë libri i cili do të ishte një moment në të vështirë apo ditë një situatë të pakëndshme, menjëherë të kërkoj kthim me vullnet të lirë në atë dhe. Kryesisht për shqiptarë, kërkesa për kthim me vullnet të lirë në atë dhe është një kërkesë legitime e cila i shmang çdo lloj penalizimi qytetarit shqiptar. Do thotë nga burgu 2 deri në 3 vjet deri në 6 vjet, nga masa administrative e cila e deporton atë e shpall të padëshirueshëm, jo vetëm për Greqinë, por për gjithë zonën Schengen dhe Bashkimin Evropian, nga 7 deri në 15 vjet, pra në varësi të profilit të gjithë çdo shtetasi. Dhe masa e tretë është gjoba pra në vlerë monetare që arrin deri në 5.000 euro. Është shumë e vështirë, nuk kam konstatuar dhe kam bërë shumë që janë vënë avokatë, vënë profesionistë ligjor, që është një drejtë legjitime. Në shumë raste avokatët kanë arritur të marrin një përgjigje pozitive, pra fitojnë procesin gjyqësor, por faktikisht shpesh ky proces nuk është zbatuar në autoriteti greke, sepse është ajo që thonë herë, ka një kontrakt, ka një përplasje ligje për shkak të shumësisë të tyre dhe anche për të mungesës të dërgimit të qarkorave, shpjeguese dhe analizuese e donituese që i dërgojnë organet kompetente dhe në këtë kontekst policia greke procedon në bazë të konfliktit dhe këta shtetas rrezikojnë deportimin e njëhershëm apo të dënojnë ashpër të Greqi. Ju pak më pak preket një fjalë aleancë. Kjo është një aleancë ndërmjet 3-4 vendeve apo është një udhëzim nga Bashkimi Evropian? Janë dy gjëra ndryshme. Bashkimi Evropian ka ndryshuar dinamikën e politikave migratore në gjithë Evropën. Do të thotë, nga një Evropë mikpritëse, një Evropë e cila mikprisë refugjatët dhe emigrantët duke i strehuar, duke u ofruar ndihma sociale, duke i pajisur me leje ndihmë, në një Evropë e cila është më e aftë, një Evropë e cila është më jo e qartë dhe jo e pranueshme për refugjatët dhe për emigrantët, kryesisht vitet e fundit për shkak të mbipopullimit, për shkak të problemeve që janë shkaktuar të vende, por edhe më shumë për shkak të dyshimeve të geopolitike dhe të tepër të frymës që ka sjellur presidenti amerikan Donald Trump, i cili që në momentin e parë ka aplikuar politika shumë të afra migratore. Në këtë kontekst, Bashkimi Evropian ka shpërsuar të gjithë kuadrin e politikave të migracionit të ndryshuar për të gjithë dhe orientuar dhe insistuar që gjitha vendet e Bashkimit Evropian të ndryshojnë politikat migratore për të qenë më të ashpra. Ndaj të ne kemi konstatuar dhe në Greqi dhe në shumë të tjera që po bëhet në momentin më vështirë pajisje me leje të ndihmë. Edhe pse në Evropë është shumë herë më lehtë dhe më ndryshe sa Greqia, siç e dimë, është vendi i parë që ndërkohë që nuk është për ligj në Evropë, Greqia ka për ligj kur është fjala për ashpërsinë e politikave të emigrantëve. Pra, parimisht Greqia hiqet si një vend demokratik, praktikisht nuk aplikon dhe zbaton sepse siç e thamë më herë, është e papranueshme që mbasi se për vetë një qytetar në tretë, një shqiptar në rast konkret i cili gjysmë e familjes e me pasaporta greke ka shtetas grek, qytetar grek, do të presë 2 apo 3 vjet për të dënuar lejen ndihmë, është çka kemi shkuar, por që Greqia nuk e mohon. Faktikisht Greqia nuk e bën publike, por dhe mbetët greke nuk i mohon. Në këtë kontekst pavarësisht, në këtë çka thash më herët, është këto goditje, pra shumë vende Bashkimi Evropian duke patur shqetësime me origjinë nga qytetar migratorë, kjo është ta me shqetësinë e vendit apo me statusin e azilant apo dhe emigrant, kanë vendosur që mbi popullimin që ata kanë për shkak të refugjatëve dhe emigrantëve ta transferojnë diku tjetër për të hequr një bazë të madhe si ekonomike
më shumë sociale, duke krijuar kampe të emigrantëve dhe refugjatëve në vende të treta, ku ka disa vende, siç e tha dhe ministri Pleri para 2 ditësh, që kanë rënë dakord me një shtet në Afrikë fa e cituar se cili është shtet, ku do të ndërtohen disa kampe dhe do të akomodohen me vjetra mira refugjat. Desha të marrë një mendim, dikur mbaj mendun që një ligj diket çdo 5 vjet, ndërsa kohët e fundit shikojmë që në 3 vjet kanë dalë vetëm 5 ligje. Cili është komenti juaj? Po, sa po ka dalë ligji, neve folëm pak më herët, por pa përfunduar procesin, është publikuar në Federatën Zyrtare, është ligji i ri, sot i bërë publik, është 4125 me numër publikimi 90, dhe konkretisht zbatimi i paktët të migracionit dhe azilit dhe dispozita tjera të Ministrisë së Migracionit dhe Azilit në Greqi. Pra është një ligj i cili është shumë i madh, i referohet kryesisht, siç e tham, refugjatëve dhe emigrantëve, por ajo që ne kemi konstatuar kryesisht nga komentet dhe pozicionimi në Parlamentin i Ministrisë së Migracionit, ka ashpërsim të politikave migratore dhe kjo është një zhvillim i ri, një zhvillim i cili ul pritshmëritë për të pajisur me leje qëndrimi dhe rrit rrezikun për të deportuar një person, për të penalizuar pak më tepër të rrezikojë dhe burgun, dhe kjo tashmë nuk është thjesht një palërmërim retorik, por është një fakt real që çdo qytetar i vendit të tretë rrezikon nëse ndalohet pa leje qëndrimi. Në këtë ligj përfshin edhe emigrantët që kanë shumë vite këtu? Ligji nuk ndan kategoritë e qytetarëve të vjetër të një apo të ardhurisë asaj. Ligji është i barabartë për gjithë, është njësoj për gjithë, për çdo qytetar, aq më tepër kur bëhet fjalë për qytetar grek dhe për refugjat dhe emigrant. Pra çdo qytetar i vendit të treta i cili nuk ka leje qëndrimi, pavarësisht statusit të tij, nëse ka pasur dikur kartë ose më saktë aplikimin e azilantit, pra ka pasur kartë aplikimit apo edhe aq më tepër të emigrantëve të cilët për një apo arsye të ndryshme kanë humbur leje qëndrimit apo kanë aplikuar dhe janë të paligjshëm në Greqi, automatikisht ata rrezikojnë për të deportuar dhe për të penalizuar. Evropa ka ndryshuar statusin nga një Evropë mikpritëse, nga një Evropë e cila kishte nevojë, edhe sot ka nevojë, por problemet sociale, krizat globale, luftat globale, ndryshimi i gjithë të mund të themi ekvilibrit botror, ka bërë që Evropa të jetë më skeptike, ta shpërthojë politika, por nga ana tjetër edhe shfrytëzimi i dobësimit apo më saktë të mundësive të ardhmeve ofron Europa nga emigrantët të vendeve të treta, të cilët kryesisht gjejnë dobësi dhe ose nuk integrohen në shoqërinë vendase ose shfrytëzojnë ndihma sociale për të jetuar, dhe kjo ka krijuar një problem sepse ndërkohë që kemi një rritje të dinamikës të punëtorëve të refugjatëve dhe emigrantëve në Evropë, çuditërisht paralelisht nuk është se kemi një frenim të kërkesës për punë, por kemi një hapje, një hapësirë të madhe të nevojës për fuqi punëtore. Nëse Evropa para 3 vjetësh kishte nevojë për të paktën 1.5 milion forcë punëtore, sot të flasim, kjo dinamikë është dyfishuar, ka arritur në 3 milion punëtorë. Pra, që do të thotë ardhja e refugjatëve, emigrantëve në shkuarjen në Evropë nuk po ndihmon në uljen e papunësisë. Pra, është ngjelet një hendek. Në këtë kontekst edhe Greqia, se është një vend delikat, është një trua, do të themi, në cert Evropës dhe është konsideruar historikisht që në lashësi, që në mesjet edhe në periudhën postmoderne, ose saktë 3 dekada të fundit, si porta hyrëse e refugjatëve dhe emigrantëve nga Lindja e Mesme, nga Afrika, nga Azia dhe nga shumë vende të tjera, ku me sot përfundim faktin 2014-2016, në Greqi ka kaluar më shumë se 2.5 milion refugjatë që u adresuan për në Evropë. Të gjitha këto e bëjnë Evropën më skeptike, e bëjnë më të shtrënguar, e bëjnë më të ashpër ndaj emigrantëve, që në cilën Greqia nuk ka humbur rast, siç e tha vetë ministri apo edhe vetë ministri i kabinetit të Greqisë, e shikoni tashmë duhet qartë nga retorika ksenofobe dhe raciste e shumë partive të ekstremit jashtë, që kërkojnë masa edhe më shtruese ndaj refugjatëve dhe migrantëve, ka bërë që të gjithë vendet jo të jenë të rezervuara skeptike, por të marrin masa drastike ndaj emigracionit të paligjshëm, ndaj refugjatëve që vinë nga vendet e tjera.
Dhe në mbyllje desha të pyes, ky ligj i fundit që u miraton në Parlamentin grek, a prek sa do pak të liritë të drejtat njerëzore, të liritë e emigrantëve, të drejtat e njerëzit? Në kontekstin ndërkombëtar sigurisht që prek rritje të drejtat e njerëzit, por është një çështje që kjo mund të për të parë. Unë kam hasur këtë ditë dhe kryeqytetin ditën e sotme shumë artikuj si nga rreti i drejtat të njerëzit, si nga Amnestia Kurdës, apo dhe shumë organizata ndërkombëtare të cilat janë shumë skeptike dhe të shqetësuara për zhvillimin kaq dinamik negativ në integrimin e migrantëve në përshtatësimin e kuadrigjor si në ekipon kryesisht në Bashkimin Evropian, gjë e cila le hapësirë për rritjen e forcave të ekstremit djathtë, të cilët në çdo rast të tillë fatkeqësisht ka qenë viktima për nga refugjatët. Unë rezervohem për më tepër sepse pres të publikohet në fetoren zyrtare ligji i ri dhe me kënaqësi respektimi dhe dashur shtetëtar të bëjmë një analizë të dytë pra të çka është publikuar dhe më tepër të ndihmë nga afër zhvillimin se si do të jenë qarkoret sepse ka një detaj shumë të rëndësishëm, mendoj shumë e rëndësishme për ta përcjell dhe për ta vënë në duke. Në Greqi shpeshherë një ligj nuk është definitiv, edhe pse është i detyrueshëm për të zbatuar nga administrata greke, shpeshherë ka disa qarkore apo vlerësa minimale të cilat e ashpozojnë atë më shumë ose më saktë nëse ligji është favorizuar për një kategori të qytetarëve, qarkoret ata bëjnë më të vështirë dhe më penguese. Në këtë kontekst, unë mbetem i rezervuar dhe presin në vijim publikimin e ligjit zyrtare dhe më tepër qarkore për të ndjekur afër zhvillimet dhe ndryshimet në këtë drejtim. Nëse keni një mesazh, cili është ai për emigrantët tanë në Greqi? Mesazhi është ai që thash më herë, referoheni për informacion vetëm personave të certifikuar, zyrave të avokatisë dhe aq më tepër mediave të certifikuara serioze, siç është Albania TV, i gjithmonë ka qenë para në momentin e daljes së ligjit, në sqarimin e ligjit për të orientuar dhe për dhënë informacion të saktë, sepse i nderuar shërbime të përshtatare nuk jeni vetë dëshmitar të shumë mediave apo të personave VIP-a, siç i quajnë, apo blogger apo që janë të modës, ashtu dalin shpeshherë në rrjetet sociale, TikTok apo tjerë, me lajme të rreme të cilët fatkeqësisht shumë bashkëtarë bëjnë viktima. Kujdes me promovimin me lajme të rreme. Kur del një ligj në Greqi, nuk do thotë se u hap procedura për lejen pajisje me leje qendrimi. Dhe ajo që mendoj është më e rëndësishme është fakti që përpara se bëjnë çdo hap për aplikim për leje qendrimi, merrni informacion të konfirmuar në të paktën 2-3 burime që të jenë të sigurt se aktualisht nga viti 2023 deri në sot, nëse bëhet një proces i gabuar, qoftë për shkak të mungesës së informacionit apo nga personat e papërgjithshëm, automatikisht penalizohen dhe penalizimi nuk është më si dikur një penalizim provizor, por një penalizim i përhershëm, gjë e cila është shumë e vështirë për të rikuperuar qoftë në gjykatë, për të ftuar në gjykatë apo edhe në informacione. Mundi ju faleminderit. Ishte kënaqësi, unë falenderoj.